Rehabilitimi i segmentit hekurudhor Tiranë-Durrës duket se do të jetë projekti më strategjik për të cilin Shqipëria do të kërkojë financim në konferencën e Parisit për Ballkanin Perëndimor. Zëvendësministri e Punëve të Jashtme Odeta Barbullushi zbuloi në studion e lajmeve të Ora News se projekti është në fazën përfundimtare të hartimit dhe u diskutua edhe në ministerialin e ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor zhvilluar në Durrës. Shqipëria, siç e dini, ka të konfirmuar një projekt të rëndësishëm interkoneksionit elektrik me Maqedoninë. Po ashtu projekti për sa i përket asaj quhet Korridori Blu apo lidhjes së Kroacisë me Shqipërinë. Ajo çfarë u diskutua ishte projekti për rehabilitimin e segmentit hekurudhor midis Tiranës dhe Durrësit me idenë ose me potencialin për të bërë edhe një lloj zgjatimi për aeroportin Nën Tereza. Numri 2 i Ministrisë së Jashtme foli edhe për rëndësinë që pati ky ministerial, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e rajonit. Më rëndësishme ose ajo që ishte fokusi ishte lidhje me implementimin, me zbatimin e të gjitha atyre angazhimeve dhe të gjithë projekteve të vendosura në konferencën e Gushtit në Vjenë, në ato që ne kemi thënë shpesh kthimin e këtij rajoni në një rajon ekonomik. Forcimi i bashkëpunimit në përballimin e sfidave të sigurisë ishte një tjetër objektiv i ministerialit të zhvilluar në pranitë e Eurokomisionerit Johannes Hahn.